Në kuadër të shënimit të ditës botërore të familjes, fëmijët e kursit të aktrimit pranë qendrës për kulturë, të shoqëruar nga udhëhecit e tyre, kanë zgjedhur pikërisht televizionin tonë për të përcjellë një mesazh falënderimi dhe për të parë nga afër magjinë e punës mediatike. Vizita u realizua në një atmosferë të ngrohtë, miqësore dhe plot emocione artistike. Qëllimi kryesor ishte forcimi i lidhjeve ndërmjet institucioneve kulturore dhe mediave lokale, të cilat prej vitesh luajnë një rol jetik në promovimin e jetës kulturore në qytet. Nxënësit erdhën të shoqëruar nga drejtori i Qendrës për Kulturë, Ismet Islami, aktoria dhe udhëhecja e kursit, Vjolca Baftiu Zulbeari, si dhe bashkëpunëtorët Sadbere Saliu dhe Mjaftime Xhaferi. Gjatë këtij takimi, drejtori Islami ndau një miniohet të veçantë për përfaqësuesit e televizionit Globi, duke vlerësuar lart mbështetjen e pakursyer që u është dhënë aktiviteteve kulturore dhe artistëve të rinj ndër vite. Ndërkaq, aktoria Vjolca Baftiu Zulbeari dhuroi një kujtim simbolik, si shenjë respekti dhe mirënjohje për këtë bashkëpunim të vazhdueshëm. Në prononcimin e saj, ajo buri theksin të rëndësia që luan media, si u lidhse me skenës dhe publikut. Pikërisht sot në 15 maj, ditën botërore të familjes, unë vendosa që së bashku me nxënësit e kursit të aktrimit t'ju vizitojmë juve si shtëpi mediatike, informatike dhe të shprehim një falënderim për punën e juaj të paloshme, disa vjeçare dhe për krahjen tuaj që na i keni dhënë çdo herë. Çdo herë ne shfaqemi në skenën tonë me programet e tona të ndryshme. Mundohemi që zëri jon, fryma jon, mesazhet tona të depërtojnë tek publiku, por ajo ngel vetëm aty po të mos jeni ju. Dhe ju jeni ata që e përcjellni nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet televizionit tuaj, kështu që edhe të tjerët të kenë në mundësi që të informohen për gjithçka që ndodh në qytetin ton, me kulturën ton, me fëmijët e kursit të aktrimit dhe me të gjithat që institucioni i jonë, Qendra për Kulturë, çka ne bëjmë gjatë një viti të programit që e kemi parapar për institutin tonë. Përveç anës festive, kjo vizitë kishte edhe një karakter edukativ. Fëmijët patën mundësinë të njihen nga afër me profesionin e gazetarit dhe me ambientet ku prodhohet lajmi dhe emisionet e ndryshme. Sipas udhëheqjes së kursit, qëllimi i këtij programi nuk është vetëm nxjerrja e aktorëve të ardhshëm, por formimi i plotë i personalitetit të tyre. Kur e shoh se sa kanë sukses këta fëmijë dhe sa arrin sukses ndër vite, me të vërtetë është një kënaqësi e madhe se këta fëmijë nuk i përgatisim ne vetëm të bëhen aktorë të ardhshëm, por fillimisht ne punojmë në zhvillimin e tyre, në karakterin e tyre, në personalitetin e tyre, kështu që këto të jenë të gatshëm kudo që të ballafaqohen me jetën e tyre, këto të jenë të gatshëm të shprehen mua ashtu siç duhet. Dhe ajo që ju la përshtypje fëmijëve dhe që ishte një kënaqësi e madhe se u njoftuan edhe me rolin e gazetarisë, me rëndësinë, me ambientin këtu tek ju, dhe ishte një kënaqësi dhe një motiv për ne që në të ardhmen të vazhdojmë edhe ndoshta me ndonjë program fëmijëror me këta nxënës. Vizita u përmbyll me mesazhe të ngrohta mirënjohje nga vetë artistët e vegjël, të cilët u larguan nga ambientet e televizionit me mbresa të mëdha dhe me dëshirën e madhe për të u rikthyer sërish, ndoshta shumë shpejt, si protagonistë të programeve të reja fëmijërore.